Kalojmë tek pjesa e divanëve, është pjesa ku qëndrojmë më së shumti dhe padyshim duhet të kujdesemi në mënyrë që të arrijmë ai konkluzioni që thamë herën e kaluar se si shtëpia jonë të ketë një aromë të mirë. Dhe një prej tyre është pikërisht edhe pastrimi i këndit, i divanëve, varet si e kanë në shtëpi zonjat që po na ndjekin. Zakonisht, sa shpesh i lan këndet në shtëpi? Të vegjël në shtëpi, unë këndet një herë në javë i pastroj. I pastroj me ujë të ngrohtë edhe me uthull të bardhë. Një herë në javë me një peshqir, po jo dhe ujë i nxehtë, se nuk u bën mirë. Tjetë ujë i vakt, ujë normal. Dhe i lë të thahen. Ose hapim dritaren, ose kondicionerin, po zakonisht unë hap dritaren, është kur kemi dhe djellë kotë ngrohtë dhe ajroset shtëpia. Kjo është dhe për t'i ajrosur dhe për t'i hequr ato pa dhe për higjienën tonë, se ne atje mbështetemi, rrim tërkohën, ajo është gjëja më shplot se për ku qëndrojmë më shumë gjatë ulur. Ndërsa në rastet e tjera, kur tek divanët, kariget me copë apo këndet e tjera ka njolla specifike. Ka njolla, siç është bojtushi, siç është stilolapsi, siç e kemi bërë tani këtë që është stilolapsi. Kush është me fëmijë të vegjël i ka provuar? Me fëmijë të vegjël të gjitha. Në çfarë heqim stilolapsin? Të ne heqim me pas dhëmësh. Unë e përdor me pas dhëmësh, kemi marrë pastën, furçën, edhe përdori me pas dhëmësh. Tani gjithmonë duhet kemi parasysh varet materiali. Dhe pasaj, varet materiali edhe peceta. Mos duhet që të përzihet ndoshta edhe t'i vendosim edhe sodën. Ne duhet ta lëmë edhe këtë, duhet ta lëmë një 15-16 minuta, për shembull, mund të ri. Edhe 20 minuta nuk ka ndonjë gjë, nuk i bën asgjë. Thjesht marrim një pecet pasaj me ujë të vakur edhe heqim ose sfungjerenësh. Ose dhe sfungjerenësh, e kemi dhe sfungjerinenëve. Edhe kjo është pra, me pastën e dhëmbëve që kur na mbeten kështu si nga fundi, po e mbaj se kjo lëviz pak, kur mbeten kështu nga fundi këto pastat e dhëmbëve, ne patjetër që nuk do t'i hedhim, por do t'i shfrytëzojmë për atletet, për pastrimin e tyre, për njolla të tilla specifike. Njolla të tilla për bojtushin. Pastron. Del shumë e pastër pastaj. Edhe një fërkim të fundit. Dhe një fërkim të fundit. A i ka ikë pak njolla, Niki? Një hi e vogël ka mbetur. Një hi e vogël. Ta kthejmë pak karigen më kështu. Ja dhe Aldi që filmon nga afër, ndërkohë i edhim pak një sy edhe pecetës, se është zbehur dhe kjo njolla nga veprimi që soda, uthulla, qumshti po ashtu ka lënë të gati për të vendosur në lavatriçe për të pastruar dhe larë mirë. Një hi e shumë e lehtë, që mund t'i bjem dhe me një pecet me ujë të ngrohtë, siç e tha, me uthull. Dhe kjo do të shkëlqyer, e kemi gati. Ne jemi që jemi, do kujdesemi pak edhe për këndin tonë të verdh ku na vijnë të ftuarit, me një pecet me ujë, siç the, me uthull të bardhë. Po ujë të jetë, siç e tham, të ngrohtë, jo i nxehtë, sepse e mblet sopën e dhe pastrohet shumë kollaj. Po. Nëse duam pasi të kenë në një aromë specifike që duam, përdorim ato kapsulat ndoshta me aromë. Kapsulat me aromë, ose ato që mbajnë për ambientet e shtëpisë, aromat e ambienteve të shtëpisë. Ka vajra të ndryshme esencial, ku duan vaj livando. Po, livando këto. Bukur fort. Tani ka lloj-lloj, kështu që është ka pafundësi. Po është dhe kënaqësi kur punon dhe ti i zgjidh vetë gjërat. Prandaj këtë rubrikë kemi quajtur bëje vet. Faleminderit shumë Laureta. Faleminderit për këshillat e sotme. Ne do të shkëputemi tani për pak publicitet dhe rikthehemi. Jemi me Liza Gjikën pas pak për parashikimin mujor, si do të jetë ky muaj në panoramën astrologjike të zodiakëve tanë. Ju pres pas pak.